Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. E ftuara ime tani në këtë moment është Manjola Lloja Bushati. Unë e njoh Manjola Lloja, tashmë është një zonjë në dy fëmijëve dhe me një mbiemër tjetër Bushati, por gjithsesi për mua është Manjola e vogël, atëherë kur vinte me një impenjim të jashtëzakonshëm me talentin e saj në mikrofonin e radios, si një fëmijë prezantuese, drejtuese e programeve dhe çdo gjë. Unë sot bisedën e kam titulluar Manjol nga njëri projekt në tjetrin, sepse e tillë je. Të uroj mirëseardhjen. Shumë faleminderit, për mua është kënaqësi e jashtëzakonshme me u kthy në radio. Aq më tepër në Radio Shkodër, aq më tepër në emision me ty Merit. Dhe më thënë të mendosh që unë kam filluar të punoj me ty, ose më mirë thënë jam përgjigjur me shumë entuziazëm ftesës tënde për të ardhur atëre te emisioni për fëmijë, duhet kemi qenë 10-11 vjeçë. Po. Klasa e 5, besoj. Dhe gjithmonë me atë impenjimin e jashtëzakonshëm. Manjol, kujtoj shumë hapat tuaj dhe më vjen mirë për këtë rritje të madhe që ke. Do të thosh, jo, është e bukur sepse ti je Manjola e projekteve. Ke ardhur me projektin e festivalit, ke një projekt tjetër në dorë, unë do të drejtohem më pas ideve tuaja. E kam falë që të nërpres, jam shumë të vështirë me bëj gjithmonë të njëjtën gjë. Ose më mirë me thënë me bë vetëm të njëjtën gjë. Ndoshta është çështje karakteriale, ndoshta kështu kanë ardhur rrethanat përgjithësi të jetës time. Unë nuk mundem të qenë dot njeriu i punës 8-4 ose 9-5, e kam shumë të vështirë këtë gjë. Jam gjithmonë kështu në kërkim të gjërave të reja për të bërë, po kryesisht të gjërave që më pëlqejnë për të bërë. Dhe gjithmonë duke qenë në lëvizja është jetë, lëvizja të jep optimizëm, vrull. Po, sepse është edhe çështje si njeriu mendon se duhet ta ndërtoj jetën e vet edhe ta shijoj mundësinë që është dhënë për të qenë jetë. Manjol, si e shikon veten prej shumë vitesh je pjesë e stafit të festivaleve mbarkombëtare? 18, por ti ke qenë edhe pjesë e vogël fare. Si prezantuese, ke qenë pjesëmarrëse direkt në skenë. Si e shikon ti veten? Edhe të tjerët që hipin në skenë. Si e shikoj unë veten? Unë doja shumë që këto ditët përpara festivalit mos bëja asnjë vërejtje dhe të mos e nxjerrja atë Manjolën me hosten që ngacmon gjithmonë te problemet ku janë. Pa diskutim, fatkeqësisht, në kohën kur unë kam qenë pjesëmarrëse e festivalit, festivali ka patur shumë më tepër rëndësi se sa ka sot. Për shkak se ishte i vetmi, për shkak se televizioni ishte vetëm një, dhe besoj për shkak se tërë vëmendja e institucioneve të qytetit ishte e përqendruar aty. Fatkeqësisht, kjo nuk ndodh më. Stafi i festivalit nuk është më siç ka qenë dikur i interesuar dhe i fokusuar vetëm për aspektin artistik të çfaqjes. Ne krahas aspektit artistik jemi shumë të impenjuar dhe na merr shumë më tepër energji gjetja e fondeve, organizimi. Po, domethënë dhe prandaj them që kjo e bën pak të vështirë, sepse për shkak të shumë rrethanave që nuk kemi pse i analizojmë tani se është edhe shumë herët mëngjes, vëmendja në përgjithësi nuk është aq shumë te fëmijët siç ka qenë më përpara. Për pjesëmarrësit, pa diskutim mendoj që ka mbetur e njëjta kënaqësi e jashtëzakonshme për të ardhur në Shkodër. Jo më kot fëmijët që vinë një vit duan patjetër që të kthehen prap, atmosfera është shumë e mirë, këngët janë shumë të bukura dhe sinqerisht të them këtë, jo për të bërë furça ose për të thënë ndonjë gjë që duhet thënë me që jemi përpara publikut, po festivali ka fatin e madh që ka Kujtim Ali. Dhe unë e kam thënë disa herë dhe nuk do rresh ta thëni të thëni në mënyrë të vazhduar, unë mendoj që Shkodra institucionalisht duhet të ndihet krenare dhe duhet të investoj që ta ketë gjatë, mirë, të shëndetshëm edhe në kryet punëve mësues kujtimin, sepse në tërë përvojën time që modestisht nuk është pak, sepse unë tani jam 40 vjeç edhe kam patur mundësi që të punoj pothuajse me të gjithë njerëzit më të rëndësishëm të medias në Shqipëri, jo vetëm TVSH, por në të gjitha
kanalet kombëtare, edhe në Top Channel edhe në Klan. Nuk ka një dytë si kujtimi në Shqipëri, realisht. Dhe pasioni i tij edhe përkushtimi i tij është të thjesht i rrallë në llojin e tij, dhe unë mendoj që është një fat i jashtëzakonshëm i festivalit që në krye të tij është mësues kujtimi. Po të mos ishte për mësues kujtimin, unë mendoj që festivali nuk do bëj më, ose nuk do ishte më në Shkodër prej vitesh tashmë. Dhe unë do t'i shtoja kësaj që jemi krenar, që e kemi kujtimin Po, merit, pa diskutim. Unë nuk e diskutoj sepse e ndjej në rrugë që të gjithë si flasin, e përshëndesin, e duan fort, këtë nuk e diskutoj, por në 2018 është shumë e rëndësishme që krahas krenarisë morale, le të themi, edhe mbështetjes kështu dashamirëse të njerëzve, duhet që të jetë, le të themi, institucionalizuar edhe kjo krenari, do të thënë të jetë e shoqëruar me veprime, me marrje nismash që festivali të mbështetet, që qendra kulturore të jetë më e fortë, që buxheti të jetë më i madh. Dhe unë isha e ftuar pak më përpara bashkë me mësues kujtimin në TVSH, në Mirëmëngjes Shqipëri atje, dhe me të drejtë Arbëri më pyeti a mund të jetë festivali i Shkodrës një nisje që të kthehet, le të themi, një paketë turistike për qytetin. Kjo duhet menduar. Dhe unë e di që mund të duket pak kështu e parakoshme, po viti që vjen do jetë një vit elektoral për bashkitë. Dhe mendoj që cili do qoftë ai ose ajo që po mendon të jetë në këtë garë, duhet filloj të mendoj për këtë gjë, sepse Shkodra fatmirësisht ka disa, le të themi, gur themelor që e bëjnë atë. Pa dashur të prek për shembull rënien e vllaznisë nga kategoria, po e diskutoja me miqtë e mi në Tiranë, sepse vjet ka rënë Tirana, po ti nuk e ndjeje në qytet që Tirana ra nga kategoria. Sigurisht tifozët u mërzitën, po nuk është, le të themi, ndjeshmëria e qytetit. Për shembull, në Shkodër vllaznia është mënyrë jetese, ti jesh me vllaznin është, si themi, karakteristike e familjes, duhet të jesh me vllaznin. E njëjta gjë është edhe festivali, kështu që prandaj them, janë festivali i Shkodrës, Pedonalia, karnavalet në qytet, radioja këtu në mes. Janë asete që duhet të jetës së qytetit të Shkodrës. Që duhen mbështetur, jo thjesht që ato të jenë, po duhet të tregohesh pak i mençur që këtë aset që ti e ke ta kthesh në një, siç ka ndodhur për shembull, le të përmendim Korçën, e cila krejt papritur festën e një birre e ka kthyer në një veprimtari tradite që mbledh nga gjithë Shqipëria ose më tej. Manjol, unë shpesh kam menduar edhe gjatë emisioneve këtu në radio që këto njerëz dhe njerëzit ndoshta edhe të tjerë që janë më shumë ose më pak të dukshëm përbën historinë tonë të sotme, të cilën ne shkruajmë çdo ditë, të cilën ne